Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim. Dhe siç u premtova, vetëm një ditë përpara që zonjën e moshuar 72 vjeçaren me emrin Shpresa Lulo, e cila preku zemrat e shumë qytetarëve ditën e djeshme në studion e emisionit Pa Gjurmë, ne e dërguam në azilin e Kavajës dhe ju premtova që do t'jap ditën e sotme momentet, emocionet e para që kjo 72 vjeçare përjetoi momenti që hyri në azilin e Kavajës. Por në fakt të shumta kanë qenë komentet e qytetarëve, teksa kanë parë emisionin e dieshëm ku ka qenë prezente edhe juristi Anexhi Beqiri. Dua të falenderoj nga zemra të gjitha audiencën e Report TV, ata që ndjekin emisionin Pa Gjurmë, për të gjitha fjalët dhe komentet e bukura që kanë shkruar për historinë e 72 vjeçares Shpresa Lulo, një histori që vërtet u prekëm teksa ajo e rrëfeu ditën e djeshme, e vetme, kishte humbur bashkëshortin e saj në një moshë të re nga kjo jetë, nuk ishte martuar dhe kishte ngelur e vetme në qiell të hapur dhe kërkonte ndihmën që të strehojë në një azil. Për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur 24 orë përpara në këtë studio, unë dua t'jap disa momente kur Shpresa Lulo ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë, sa la spitalin dhe mbërriti në studion ton dhe rikthehemi. E vetme dhe pa familje, 72 vjeçarja Shpresa Lulo prej muash jetonte mes rrugës dhe spitaleve, pa një derë kur të trokas dhe pa askënd që ta pres. Pas një gjendje të rënduar shëndetësore, e moshuara humbi ndjenjat në rrugë dhe u dërguar me urgjencë në spital nga qytetari Shkodran. E ke vënë banimin në Tiranë. Si përfundove në Shkodër? Në Shkodër unë shkoj herë mas heret, edhe me urgjencë, mund me rrugës, shko me marrë një ilaç, një kuti ilaç, edhe rash para një farmaci. Kam qenë me rraqe shumë shpeshtë, me tension shumë të lartë. Wow. Edhe direkt më ka shtru mjekja. Por drama e saj nuk mbaron aty, pasi lë spitalin, askush nuk e pret, pa familje, pa stre dhe pa mbështetje. Shpresa Lulo rrëfen se tërë jetën e ka kaluar me qera dhe se në momentet kur nuk ishte mundësi ekonomike, është detyruar të jetojnë në rrugë. Sa vite ka që u boj që ti je vetme fare? E vetme gjithë jetën. Nuk ke një shtëpi? Jo. Ku ke jetuar gjithë? Me qëra 20 e sa vjetë në Tiranë. Ke fletur për jashta? 17 ditë kam fjetë për jashta te urgjenca spitalit, nuk është e largët, mund t'jetë shtatori, tetori. Në studion e emisionit Pa Gjurmë, 72 vjeçarja tregon edhe një tjetër plak të hapur, banesat sociale. Sipas saj një shtëpi sociale ishte caktuar, por më pas ju mor dhe ju dha një personi tjetër, duke e lënë sërish pas zgjidhje. Historia e saj prek se solli reagim të menjëhershëm. Në lidhje telefonike, drejtori i Shërbimit Social Shtetëror për Qarkun Tiranë, Alfred Muharremi, konfirmoi se e moshuara do të strehohet në azilin e Kavajës, ku do të përfitojë të gjitha shërbimet shëndetësore dhe kujdes maksimal. Menjëherë zonja Shpresa Lulo po pritet nga shtëpia e të moshuarve në Kavaj, fiks përkatësisht nga drejtori Fisrin Kresniqi, me stafin për kujdes. Edhe pse shpreh dëshirën për të qenë pranë vendlindjes së saj, Shpresa Lulo falenderon për ndihmën e dhënë, duke konsideruar këtë strehim si një shpëtim nga rruga. Pas muaj shëndje dhe pas sigurie, 72 vjeçarja Shpresa Lulo nuk do të flejë më në rrugë. Falëndërhyrjes së Pa Gjurmë, ajo dërgohet në azil, duke nisur një kapitull të ri, me shpresën se vitet e mbetura do të jetojë me dinjitet dhe me kujdes. Kjo është historia e dhimbshme e Shpresa Lulos, kjo 72 vjeçare dashurmiq, e cila ditën e djeshme la spitalin e Shkodrës dhe askush nuk e priste. Ka qenë gazetarja Ersela Malaj që e ka pritur mëngjesin e djeshëm në spital dhe ajo mbërriti ashtu me rrobat e spitalit, me bizhamet, me shapkat e spitalit, prezente në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe momentet ku ne e përsollëm nga redaksia dhe unë nisë pas ditën e djeshme së bashku me gazetaren Ersela drejt azilit të Kavajës. Edhe pse 72 vjeçarja, le të themi, nuk i pëlqeu fort vendi, qyteti, kërkonte të ishte në Tiranë, sepse ajo këtu e ka vendlindjen në Tiranë, por festat e fundvitit do t'i kalojë në Kavaj me shpresën që vitin 2026 ajo të gjejë një stres në azilin e Kavajës. Ju premtova që ne do ta ndjekim me kamerën tonë momentin kur Shpresa Lulo do mbërri në azilin e Kavajës dhe dua të falenderoj nga zemra
fillimisht Alfred Muharemin, drejtorin e shërbimit social shtetëror në qarkun e Tiranës, i cili në kohë reale, po ditën e djeshme, në lidhje me azilin e Kavajës dhe ka qenë drejtori i azilit Kavajës, Fisnik Krasniqi, i cili ka pritur grupin e xhirimit, gazetaren Ersela dhe 72 vjeçaren Shpresa Lulo, i cili na ka treguar abjetet dhe emocionet e para që ishin të mira për këtë 72 vjeçare, por mos t'i ndërpres të gjitha këto emocione, le të japim këtë material që ka përgatitur Ersela Malaj dhe rikthehemi. Me njëherë pas transmetimit ne vendosëm të udhëtojmë drejt qytetit të Kavajës. Këtu pranë meje është 72 vjeçare Shpresa Lulo, e cila do të vijë së bashku me mua që të shkojmë te shtëpia e të moshuarve në Kavaj, aty edhe ku do e ketë banesën e saj të re. Ne tani Shpresa po shkojmë drejt banesës tënde të re. Si u ndjeve kur e more lajmin? Kur mora lajmin, për një moment nuk u ndjeva aq mirë, desha në Tiranë, për arsye se kam punu dhe kam jetu gjithë jetën, kam ardhur edhe vogël këtu. Po dhe në Kavaj e pranova si variant. Ti tani do jesh krejtësisht në një ambient të ri, me njerëz të rinj, do jesh me një staf të kualifikuar që do të shërbejë në 24 orë. Besoj kjo është ajo që ti ke dashur gjithmonë, apo jo? Po patjetër, se kjo mua, unë kam nevojë për dorën e një femre që të më shërbej, kam nevojë për staf mjekësor. Në këto kondita që unë kam gëzuar një shëndet të mirë, kohët e fundit kam pas probleme. Duhet një ngrohtësi, mos na qynë dorës dytë e të tretë, atjetë duhet të zgjidhen me ne sikur janë njerëzit e familjes. Miq të paqëm, tani ndodhemi te shtëpia e të moshuarve në Kavaj, ku kemi sjellë Shpresën. Pranë meje është drejtori i këtij institucioni, Fisnik Krasniqi, i cili do na prezantojë me të gjitha dhomat dhe kushtet e këtij azili. Pra, fillojmë që t'i shohim të gjitha dhe të na i shpjegosh se ku do jetojë Shpresa. Fillimisht do t'ju falenderoj ju si një emision realisht shumë i ndjekur në Shqipëri, e cila bëri të mundur dhe prezencën e Nana Shpresës në institucionin tonë. Kam dëshirë normalisht dhe kënaqësi që t'ju tregoj për ambientet e institucionit. Aktualisht këtu jemi në hollin e katit të parë, ku kryesisht shërben që të moshuarit stacionohen për të vazhduar pastaj ushqimin. Kjo është menza e institucionit. Besoj se është komode, me ajër të kondicionuar. Zonja e cila është pranë nesh është një banore e institucionit, e cila kujdeset për mbarvajtjen e higjienës, pastërtisë dhe cilësisë së ushqimit. Ky është ambienti i kuzhinës, është ambient modest, por kryesorja në këtë ambient sa do modest që mund të jetë, është, siç edhe ju e shikoni, është një higjen, besoj se goxha e kënaqshme, ambient thuajse shtëpie. Deri më tani si po ndihesh? Mirë, mënyra pritjes, drejtuesi, Kështu do jesh gjithmonë. Hoxha mirë, 19, të gjithë këto se që janë këtu, mirë. Kështu do jesh gjithmonë. Tani ne do shikojmë edhe ambientet e tjera, pastaj do na japësh vlerësimin në fund nëse pëlqen apo jo. Patjetër. Kjo është dhoma lavanderisë apo jo? Kjo është dhoma lavanderisë, rrobat lanë tek pjesa pas kësaj, thahen, vjen e kurosen, sistemohen në çdo vend raftet që dhe i shohim përkatëse. Çdo i moshuar i ka rrobat e tija këtu, kryesisht ditore, se pjesën tjetër i kanë në dhomat e tyre. Institucioni ose çdo dhomë e institucionit ku çdo i moshuar banon, ka banjën e tij private, kuptohet, me të gjitha aksesorët e nevojshme. Atëherë, këtu jemi në katin e dytë, po afrohemi tek holli kati i dytë, i cili shërben për ndenjën e të moshuarve, qoftë në mëngjes për kafen e mëngjesit si afrojmë ne, edhe pinë dhe vetë nuk diskutohet. Siç dhe e shohim pjesa e oborit e cila është e aksesueshme nga çdo i moshuar, kemi edhe atë hijen aty e cila shërben kryesisht kur koha është me shi. Jemi munduar që pjesën kryesore dhe pjesën ndërmuese
të ambientit jashtëm ta mbjellim me agrume kryesisht, portokale, mandarina, limona e tjerë, Raiffeisen Bank dhe organizata Mira. Bashkëpunim të dyja kanë bërë të mundur, normalisht me kërkesën tonë si institucion, kanë bërë të mundur këtë dhomë, e cila shërben për të moshuarit për takime me familjarët, për të lexuar ndonjë libër, për të kaluar kohën e lirë duke shikuar televizor. Sa kohë ke që jeton këtu? Vajta një vit këtu më të keqe nëna është shtëpia ime. Djalë, si ai nuk më bën më nëna. Pra je kënaqur me shërbimet dhe çdo gjë? Jam shumë e kënaqur derisa të vdes ai do më mbuloj me duart e tia. Aq mirë kaloj. Bukën e am në rregull. Të gjitha kushtet na i plotson, ku ka si ai. Këtë e kam guzhunjere. Edhe nuk kam çfarë të them më për ta. Jam shumë e kënaqur dhe shërbimet janë shumë të mira. Pra nuk e asnjë vërejtje për shërbimet që t'janë bërë? Jo, asë një, dhe ndash sheta, ndash drejtorin, ndash ato, në na jenë në kamp. Sa kohë ka që jetoni këtu? Po kam 8 ditë. Je i kënaqur me shërbimet? Shumë, me drejtorin. E kemi si prit drejtorin, jo si drejtor. Na përgjigjet për çdo gjë që kemi nevojë. Unë kam qenë i smur, u gjet do të i lashet, pati i mori me një recit, pati i mori, u shoh. Këto janë fotot të moshuarve që kanë punuar në serë. Po, këto janë fotot të moshuarve që kanë punuar në serë bashkë me stafin kuptohen dhe disa prodhime të vogla që normalisht konsumohen po nga të moshuarit në ambientet dhe dhomat e tyre kryesisht, si shohim domethënë kastrabec, kemi edhe spinaç i cili përdoret për byrek, enkas për të moshuarit për shefin e tyre, kemi normalisht shikohen produktet, speca, etj, domate normalisht. Kështu që jemi munduar që ta organizojmë në atë mënyrë shtëpinë të moshuara kavaj, që t'i afrohet një shtëpi normale si shtëpitë tona. Ju sa të moshuar keni në asil? Aktualisht kapaciteti është maksimal, bashkë me nonën e re, 62 të moshuar, 34 janë femra, ndërkohë 28 janë meshkuj ose. Cilat janë shërbimet që jepen? Për sa i përket shërbimeve, gjykoj që gjitha shërbimet e nevojshme për një institucion dhe një shtëpi absolutisht janë, duke filluar nga ai që për mendimin tim është kryesor akomodimi, shërbim mjekësor, kemi mjekën part-time, normalisht dhe kujdestarët cilët janë 24 orë me shërbim. Në nevoja të moshuarve ata përcjellen në urgjencën e spitalit Kavajës dhe në bazë të asaj smundshmërisë që mund të kenë, mund dërgohen dhe në spitalet për një trajtim më të specializuar. Krahas kësaj, normalisht ushqimi siç është në çdo institucion tjetër i tillë, gatuhet 3 herë në ditë, mëngjes, drekë dhe darkë, normalisht me orare, zbatohen të gjitha këshillat e lëna nga doktoresha, duke u nis nga smundshmëria e të moshuarve, jo diabete etj. Shërbimi social dhe ai psikologjik është gjatë gjithë kohës që merret me të moshuarit për trajtimin e problemeve, shqetësimeve apo halleve të tyre që ata kanë, cilët marrin kontakte dhe me familjarët e të moshuarve. Jemi munduar që institucionin ton ta ofrojmë afër të qenurit në shtëpitë e tyre. Jam i kënaqur edhe me pjesën e stafit, i cili punon pa hile, po e them. Kemi sanitar, kujdestar që luajnë rolin e infermierit, kemi përgjegjësin e financës, kemi përgjegjësin e qeverisë sociale, po ashtu dhe një psikologe e cila merret me problemet psikologjike të moshuarve.
Unë tani jam me shpresën tek dhoma e saj e re. Unë do ta pyesja shpresën në fakt se si po ndihet në këtë ambient të ri. Mirë. Si të duk stafi, i mirëpritshëm? Shumë mirë. Mashallah. Pra çdo kusht? Jo, mashallah. E prisje në kushte kaq të mira? Po, nëse janë krokodila në shqiptarët. E prisha, po ja den të mas. Edhe me ju, jam shumë e kënaqur, do e mirë njose gjithë jetën. Dhe tash i fati e solli që ne mos keni një familje, po nana jeme ka thonë një fjalë, se ka qenë fetare e madhe. Të keqen nana ti e vetme, po ka mu gjen një njeri edhe për ty, që me ty në krah. Urojmë që kjo 72 vjeçare e braktisur pa familje, Shpresa Lulo, të ndihet mirë në ambientet e azilit të Kavajës. Ne do ta vizitojmë, ajo është mikja e programit dhe ju urojmë jetë dhe shëndet. Mirë, një mision që e çuam deri në fund me këtë të moshuar. Ka ardhur momenti të bëj një shkëputje për të kaluar në një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashk live për të vazhduar misionin me të tjera histori. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të Dashur Miq dhe në këtë pjesë të dytë dua të sjell në fokus historinë e dy vëllezërve, të cilët janë zhdukur në kohë dhe në vende të ndryshme, dy vëllezër nga Kavaja, Sokol Gjoni dhe Nazmi Gjoni, ku familjarët e tyre nuk kanë asnjë lloj informacioni për ta. Në fakt, Nazmi Gjoni së bashku me bashortin e tij Mereme Gjoni janë larguar drejt Kanadas dhe shkëputën kontaktet me familjen që prej 18 prillit të vitit 2018. Ky është Nazmi Gjoni, 56 vjeçari sot, i cili së bashku me bashortin e tij Mereme Gjoni, e cila kjo është 44 vjeç, kanë humbur kontaktet me familjen nga Kanadaja në vitin 2018. Ndërkohë, në familjen Gjoni ka humbur edhe vllai tjetër, Sokoli, i cili është 57 vjeç, ai humbi kontaktet me familjen në 6 dhjetor të vitit 2008 nga Milano e Italis. Do t'jetë pas pak me mua në një lidhje motra e tyre, Vjolca Beka, e cila fatkeqësisht ka 2 vëllezër dhe kunatën të humbur, një familje që ka 3 persona të humbur dhe nuk kanë asnjë lloj informacioni. Por fillimisht unë dua të prezantoj një material, një kronik. Në fakt për familjen Gjoni kemi përgatitur 2 kronika për 2 vëllezërit të humbur. Fillimisht dua të prezantoj kronikën e çiftit Nazmi dhe Mereme Gjoni, si kanë humbur ata kontaktet nga Kanadaja dhe çfarë dyshon motra Vjolca Beka për zhdukjen e tyre. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Vite pas një lajm, 2 familje me zemër të ngrirë kërkojnë ndihmën e emisionit pa gjurmë për gjetjen e çiftit Gjoni, të cilët kanë humbur kontaktet nga Kanadaja. Nazmi Gjoni nga Kavaja dhe Mereme Gjoni nga Durrësi u martuan në vitin 2013, ndërsa të dy jetonin përtej kontinentit në Kanada. Ata shpeshherë ruanin kontaktet me familjen nëpërmjet letrave dhe telefonatave. Gjatë këtyre kontakteve, çifti shprehi mërzitur për shkak të largësisë. Ishte 18 prill i vitit 2015, kur Meremja për herë të fundit ka kontaktuar me të motrën Shpresa Kuqen me anë të rrjetit social Messenger. Gjithashtu 44 vjeçarja kishte kontaktuar edhe me të atin, të cilit i kishte pohuar se për shkak të disa problemeve për disa kohë nuk do të mund të flisnin. Në po atë ditë, edhe 56 vjeçari Nazmi Gjoni foli për herë të fundit me të motrën Vjolca Bekën, të cilës i pohoi të njëjtën gjë, se për disa kohë do të shkëpusnin kontaktet për shkak të një problemi, por pa treguar më tepër detaje. Ai do të ishte kontakti i fundit mes çiftit Gjoni dhe familjes së tyre, pasi që nga ajo ditë ata nuk janë bërë më të gjallë. Sot, 9 vite pas, familjarët janë ende në pritje të një lajmi që do të gëzojë sadopak zemrën në lidhje me çiftin Nazmi dhe Mereme Gjoni. Kjo është historia e çiftit Gjoni, dashur miq, Nazmi dhe Mereme Gjoni, që shkëputën kontaktet me familjen prej vitit 2018 dhe konkretisht në 18 prill të vitit 2018 nga Kanadaja. Kanë qenë telefonata e fundit dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tyre. Në një lidhje direkte nga Italia, unë kam motrën e Nazmi Gjoni, zonjën Vjolca Beka, dhe menjëherë dua ta përshëndes. Vjolca, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta, faleminderit.
Të falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe ditën e sotme ne duam të sjellim në fokus historinë e zhdukjes 3 personave të familjes tuaj. Keni 2 vëllezër të humbur edhe nusën e vllajt Kunatën fatkeqësisht të humbur. Po, të 3. Fillimisht e dashur Vjollca dua të flas për çiftin Nazmi dhe Mereme Gjoni, vllajin 56 vjeçar dhe nusën 44 vjeçare që u humbën nga Kanadaja që prej 18 prillit të vitit 2018. Në me unë deta s'di që të flasë me se unë kam folë për të 2 vlezër dhe për nusën e vllaj, për vllajin e për nusën e vllaj, Kanada. Unë du të di ku janë. A janë me shpinë vete, a janë në Siri, a ku janë se di, janë Merak. Për këtë punë du të di ku janë nga juve. S'di që më shumë që të flasë. E qartë, e kuptoj, ti ke bërë një kërkesë në Report TV në emisionin Pa Gjurmë që të prezantohet historia e zhdukjes së tyre me shpresën që mund të vinë ndonjë lajm, ndonjë informacion dhe të mësohet e vërteta çfarë ka ndodhur me fatin e tyre, sepse janë 7 vite që ata kanë mbyllur telefonat, janë zhdukur, kanë humbur çdo lloj gjurme dhe ju fatkeqësisht nuk dini asnjë lloj gjëje për fatin e tyre. Burrë e gruaj që u nisën me plot ëndra drejt Kanadas, u vendosën mos gaboj në çfarë vendi të Kanadas? Në Toronto. Në Toronto të Kanadas dhe telefonatën e fundit e realizuan 18 prill 2018. Ajo që mua më bën përshtypje e dashur Vjollca është në telefonatën e fundit ata u shprehen se nuk do të flisnin me ju për një kohë të gjatë, duke mos u dhënë më shumë detaje se çfarë kishin probleme në Kanada. Ata ishin shumë të mërzitur. Edhe me mishë telefon, po dhe qa halli ke? Po motë kam probleme, kam halë. Nuk e di qa halë për tërgus më tërguon. Po shumë qkurtë, po zjati shumë. Në mesë ku janë se di. Luftoj ke telefonat unë a mi a? Jo, me të keqja hap telefonin jo. Në me du të di ku janë. Ku ta mor vesh, ku të shkoj. Unë vetë s'kam ku të naloj. Ka morë telefon ambasadën kanadeze, ato sa hapin nuk e di ku që ore du ma. Sepse fatkeqësisht Shqipëria nuk ka një ambasadë në Kanada dhe për çdo shqiptar që aplikon për vizë apo për të tjera dokumenta lidhet me ambasadën më të afërt të Kanadas që është në Itali në Rom. Të paktën kështu funksionon. Ju jeni lidhur me ambasadën e këtij vendi në Rom, duke ditur që jetoni dhe në Itali? Jo në Romë, në Kanada më kalon ai dëshmitari, i shqiptari. Ma dha numrin ambasadës kanadeze. Ato janë albanez. Flasin shqip kanadez atje. Po nuk e di pse s'ma hapë, unë i bi, nuk e di. Nuk e kam të informacion dhe ndoshta nuk di të jap një përgjigje. Të paktën nga informacionet që unë kam, unë di që Shqipëria nuk ka një ambasadë në Kanada. Por gjithsesi, historinë e vllajt tuaj, Nazmi dhe Mereme Gjoni, ne kemi trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe dua të them, sepse edhe familja e Mereme Gjonit është e interesuar, sepse dhe Meremja ka shkëputur kontaktet me familjen e saj në Durrës dhe ata janë në Merak dhe ata kanë qenë pjesë e emisionit Pa Gjurmë. Por gjatë kohës që ne kemi trajtuar historinë e tyre në studion e emisionit Pa Gjurmë, shumë shqiptarë të cilët jetojnë në Toronto të Kanadas na kanë telefonuar dhe na kanë treguar se ata jetojnë ende në Toronto, por janë ata që nuk duan të flasin me familjen. Po i telefonat deshën për vllajt tem, janë gjallë, nuk du gjë tjetër. Ta di janë gjallë, po jo, se mora vesh që ishin Siri, tash mos ketë vra. Pak të ta di, janë gjallë, po jo, i telefonat mos morin mo. Nuk du, shikoj, unë jam sot që jam nese se mosha miku. Dhe me du ta di se jam vend prindve. Du ta di janë gjallë, po jo. E dashur Vjollca, unë dua që të përçosh një mesazh për Nazmiun dhe Meremen gjithmonë nëse ata do e ndjekin nëpërmjet kanalit tonë në YouTube këtë video, këtë emision. Inshallah unë du të jenë gjallë. Të dy bashkë burrë gru, se unë luftova që i martova, edhe të jenë gjallë, i telefonat vogël bëjnë. Oj motër janë gjallë, edhe basta, mos flasin mo.
s'ka gale. Dhe unë dua të bëj Të thirrje në këto momente të gjithë teleshikuesve, sidomos emigrantëve tanë shqiptarë që jetojnë në Toronto të Kanadas, kushdo që mund të ketë informacion apo e një çiftin Gjoni, Mereme dhe Nazmi Gjoni janë të lutur të lidhen me studion e emisionit Pa Gjurmë për të mësuar një informacion. Ajo që motra Vjollca kërkon nga studio e emisionit Pa Gjurmë është vetëm të dëgjoj zërin dhe më pas ata le ta vazhdojnë jetën e tyre. Mirë, e dashur Vjollca, do qëndrojmë të dyja së bashku sepse do të flasim dhe për vllajën tjetër të humbur, për Sokol Gjonin, i cili ai ka humbur kontaktet me ju pikërisht dhjetorin e vitit 2008 dhe nuk keni asnjë informacion dhe në familjen tuaj sinqerisht më vjen keq. 3 persona të humbur në kohë të ndryshme, Sokoli në 2008, Nazmiu me bashorte në vitin 2018. Uroj që në prag të këtyre festave të ketë një lajm, një informacion dhe familja juaj të gëzohet. Por më qëndron atë lidhje, mos mu largo, do të shkëputemi për prostatolin në këto momente dashur miq. Dua të prezantoj suplementin ushqimor të destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në problemet e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi live. Mirë, jemi sërish bashk live për të vazhduar me historinë e familjes Gjoni dhe konkretisht me Sokol Gjoni, 57 vjeçarin që ka humbur nga Italia në vitin 2008. E kam në lidhje motrën e tij Vjollca. Vjollca, më dëgjon? Po dëgjon. Ndërkohë që regjia po jep fotot e Sokol Gjonit, vllai që ka humbur në vitin 2008, dhjetorin e 2008-s nga Milano e Italisë. Por për Sokolin çfarë dyshoni që mund të ketë ndodhur? Sokolin e me o martu, në me ka bo përqare dalje, në me a i ka munime, nuk e di ku është, dyshoj se ku është, nuk e di që të them, pa të Sokolin, se s'kam pas fol shumë shpesh. Me Namirin për kam pas fol, për me Sokolin rrallë, i heqe ka për vitri këtu, dhitor, i ku dhe nuk e di, në me ku është, në Pra, ju zila. keni qenë personi fundi që keni takuar vllajin, i cili festat e fundvitit, le të themi, erdhi në familjen tuaj në Itali në 2008, dhjetorin e vitit 2008, dhe nga i moment që u largua nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e tij. Po, nuk e di ku është, them drejtën nuk e di në me. Shpi nuk është, o bo përqare se me gru në shda, fëmija e ka më shteti, në me vetë se di, Hamburga, a rrugëve, nuk e di që të them, ku ta di. Sokoli përpara se të humbiste, le të themi ka qenë i divorcuar nga bashortja dhe sa fëmijë kishte? 2 i qënë i gocë. Të 2 fëmijët e Sokolit i ka marrë shërbimi social shtetëror në Itali? Po, jo në Gjermani. Në Gjermani. Gjermani. Pra, ju keni humbur edhe Nipin dhe Mbesën dhe për ata s'keni kontakte? Ma to nuk e di, emi një di e tyve fëmive, po në me bëjemi se di e kanë Gjoni, pa kanë një bëjemi tjetër. Nuk e di. Por me i shkunatën, keni kontakte Vjollca? Ja, me nusën e vllajt tem Sokolit, ja. Kam shku Shqipëria, ajo është kom punë në Kavaj. Nuk e di, shkoj e kërkoj para shtëpis, nuk e gji, nuk është aty. Se takoj gocën e tezës, gocën e gjarë. E qartë. Dhe me këto humbje, më vjen keq, por pas keni humbur shumë njerëz të dashur në familje që s'keni kontakte. I bie Sokoli, 2 fëmijët e Sokolit, vllai tjetër Nazmiu, bashkë me bashkëshorten, le të themi në total 5 persona të humbur në familjen tuaj që ju nuk keni asnjë lloj adrese se ku ndodhen. Po. Me Sokoli ka pashku në Zvicër, po në me nuk e di. Mu vini një e di, po o lërkë nuk shkohet. Vjollca, nëse Sokoli është ndoshta mirë dhe ndodhet diku, ke një mesazh që do t'i përçosh ditën e sotme? Unë du t'jetë gjallë, inshallah Zoti më ndihmoft, ose është bashku me fëmijë, qofse është bashku me fëmijët. I telefonat, t'i bi motrë se jam rak. Asi gjë tjetër, ti shnoshë mirë, po nuk e di si të themo. Nuk kam gojtë. Ne do mbetemi së bashku në kontakte, dashur Vjollca. Uroj dhe shpresoj që ditën e sotme të na kenë ndjekur dhe të kemi informacionet. Falenderoj që të pata në këtë lidhje dhe uroj që viti i ri 2026 të gjej mes vëllezërve që i ketë humbur. Të përshëndes nga Tirana. Faleminderit, Odeta, po themi i lutem për Namirin që kanë thonë, po deshe thuj në qoftë se bini kontakt me juve, i fotot i bëjnë.
Po pa tjetër, si për Namirin dhe për Sokolin, të gjoj informacion që do vi do verifikohet nga redaksia e emisionit Pa e Gjurmë. Të përshëndes e dashur Vjolca dhe kështu ne kemi ardhur në fund dashur miq edhe me historinë e familjes Gjoni, që fatkeqësisht ka 5 persona të humbur dhe kushdo që mund të njohë Sokolin, fëmijët e tij, Nazmiun së bashku me bashorten, mund të na ndihmojë me informacione. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit, ne bashkë do ritakohemi sërish, ju e dini, unë jam çdo ditë live nga Hëna në të premte, ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.